Banorët e lagjes Kosturli në Rapes janë të izoluar për shkak të autostradës. Aksi rrugor nacional Lushnjë-Fier, ku janë vendosur barrierat e hekurta anësore, nuk i lejon të dalin normalisht nga banesat e tyre për të shkuar në qendër apo edhe për aktivitetet e tyre të përditshme. Duke marrë shkas nga aksidenti me vdekje 3 ditëve më parë, banorët kërkojnë të gjendet një zgjidhje nga ana e shtetit. Parti e vdik njeri, e vrahur. Ku të veme, aja asas 50 pon të rrugë nuk ka. Është për turp një. Ne na kanë mbyllur si fshat ata. Na kanë izoluar. Tani ne kërkojmë një rrugë të vogël, ti spojtojmë barrierat më këti, edhe na lën 1 metër e gjysmë pak të kalojmë. Ja kaj duam. Nuk duam dhe jetë madhe. Rruga është e ngushtë, edhe duhet edhe një rrugë mbi kalim që të kalojnë udhëtarët, se para 10 vitesh është vrarë dhe një fëmijë 9 vjeç. Edhe tani u vra dhe ky 77 vjet, nuk është arsyeshme, nuk është logjike që të vriten njerëzit. Kemi gjithë fëmijët që janë të fshatit, të cilët duan të kalojnë, të shkojnë te shkolla që është pothuajse 1 kilometër e gjitha, detyrohen që kalojnë në autostradë. Asnjëri nuk merr masa, kemi folur dhe me komunën dhe me bashkinë, asnjëri nuk do t'ia di, asnjëri nuk vjen të shikojnë. Vinë të gjithë ditën e zgjedhjeve, fushatën, afrohen, thonë për probleme, për ujin, për këto, ndërsa për rrugën asnjëri nuk flet. Qofse shkon 100 metra aty, shikon rrugën gropa. Çdo gjë këtu është në përfundim me sipër.